po sot këtu, për me fol pak ma shumë për rëndësinë e Bajramit, për simbolikën e tij, për rëndësinë për besimtarët e devotshëm, po edhe tradicionale, e kemi Hetem Sopjanin, që është kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame në Prishtinë. Mirëmëngjes e përhajr Bajrami edhe një herë. Mirëmëngjes, përhajr edhe juve gjithve, stafit televiziv, këtu që jeni, dhe gjithë besimtarve, muslimanë dhe muslimani, ju urojmë festën e Fitër Bajramit, po ashtu mos t'i harrojmë edhe mërgatën tonë, shqiptarët, vëllezërit tonë, botra tona që jenë në mërgatë. Qysh ka si vjetë, qysh është një ditë e Bajramit për juve, që shërbeni si, do më thonë, si imam, si kryetari i Këshillit Bashkisë Islame, do të thonë si person i rëndësishëm në atë konstelacionin e udhëheqësisë Bashkisë Islame. Nuk ka dyshim se festa e Fitër Bajramit, po ashtu edhe ajo e Kurban Bajramit është pak edhe mshme në për familje tona. Është pak me, ta përshkruajmë ashtu, pak me ndjenja më të veçanta. Pse? Po arsyeja është sepse ndoshta shumë prej familjarëve tonë ju mungojnë më të afërmit e tyre, ju mungojnë prindrit e tyre, vëllezërit, ose janë të vdekur, ose që janë në mërgim, kështu që vetë ballafaqimi kur njeriu e shtrin dorën në ditën e Bajramit që bën Bajramet e tjeret, kur mungon personi, atëherë është pak më edhimshme. Kështu që dita e Bajramit ka kaluar shumë mirë, edhe pse kemi pas rreshjet e shiut, ajo është bereqet, kështu që Ramazani ka kalu me gjitha të mirat, një kohë që nuk do të harrojmë edhe letë, por arsye Ramazani është një institucion veti, një shkollë në veti, një edukat në veti, kështu që dal nga dalë erdhe dhe festa e Fitër Bajramit që ne sot bëjmë Bajram me të afërmit tonë, me vëllezërit, me motrat. Dhe shtrim dorën ndaj njëri tjetrit për të uruar Bajramin dhe për të kërkuar ndihmën nga Zoti për gjithë atë mundin që patëm për gjatë 29 ditëve të Ramazanit, por të njëjtën kohë duke lutur Zotin që gjitha ibadetet tona të na kenë pranuar, sepse në Ramazan shpesh herë themi, në qoftë se unë them ty brenda 12 orëve ose 13 orëve mos me pi ose mos me hangër, me hiq dorë nga ushqimi për X personin, sigurisht që ti nuk do ta bën. Por kur është në pyetje për Zotin, atë njeriu sakrifikon gjithçka. Vetëm e vetëm për ta marrë shpërblimin të Zotit. Që kemi Erzën që ka sakrifiku, ka agjeru, gjithmonë agjeran në vërtet, po bile ka pas ekstra vështirë se në emision të mëngjesit, do më thonë prej së fyrit, nuk ka flajt asnjëherë. Do më thonë, se ka njerë më dëke që agjerimin do persona e munojnë pak vetën, do më thonë se me në park mbushun binë me flajt ma së fyrit, për shembull kjo ka qenë për personave që e ka agjeru qysh menojnë në tamën qysh duhet. Zgjot për gjumit, bën së fyr edhe deri një iftar, do më thonë, që ndërën. Ajo është një fjalë që thuhet kur barku është i ngopur, mendja është e shprazët. Po, okej. Kështu që nga njerë njeriu që ka nevojë për një sakrificë për veten e tij. Njëjtën kohë, Ramazani është një edukat, është një mirësi që Zoti na i ka ofruar neve. Ne kemi kohë për 11 muaj të tjerë të hajmë në çfarë do kohë. Të ushqemi me çfarë do ushqimi, që është halal. Mirë po thjesht një muj të bëjmë një sakrificë për Zotin. Kjo është edhe më e shëndetshme për neve, sepse Zoti e ka lënë diçka që është në vullnetin e njeriu dhe ka lënë që është në dobitë e njeriu. Andaj kjo është diçka e papërshkrueshme, sepse Ramazani na bën një kthes shumë të madhe në jetën tonë. Mësohemi vizitat nëpër familje që na kanë mungu. Pasandej është edhe sofra e iftarit që nga njëherë ndoshta na merr mallit të takohemi me vëllezërit dhe me motrat e tona, apo kur është koha e iftarit, atëherë gjithë e dim se është koha e iftarit dhe duhet me bëj iftar së bashku. Pasandej janë vizitat nëpër familje, thirrjet nëpër iftare të ndryshme kështu me radhë. Pra Ramazani thjesht me një fjalë ta përshkruajmë është shkollë në vete. Është
ta quajmë ashtu një edukatori më i mirë i cili na mëson dhe na këshillon për gjatë gjithë muajit e plotë.